Zia jetën data 11 sot, koncerti Kanye West dhe sigurisht dhe protesta e vazhdueshme e popullit shqiptar tash 42 ditë. Po sigurisht që qeveria dhe mediat këtë nuk e pjerdhin shumë se nuk është e rëndësishme për këtë. Rëndësishme është që dalin mirë para botës sa kryeministri, pavarësisht se me bileta që sot njerëzit ka paguar lekët. Kryeministri jon i dashur pa pikë lidhje shkel kushtetutën në mënyrën më të qelbër të mundshme. Të marrësh para nga fondi emergjencës që ti përdorësh për koncerte si me qenë lekët e tuaja personale private, se shkun ka kryeministri që me organizime festivalesh, koncertesh tani, ta fusin kong magjike botin. Tani, një ata po edhe suporti i popullit aty njerëzve që t'ju vit turp valla, se si mund shkosh sot në koncerti kur ti kanë ardhur njerëz nga Europa, si puna ime, nga bota, nga Amerika, kanë lënë punët e tyre si puna ime, pikërisht për të ardhur që t'i gjendemi shtetit, t'i gjendemi Shqipërisë, t'i gjendemi të ardhmën të fëmijëve tanë, të gjithë fëmijëve tanë, të ardhmës që na kanë shkelur neve, na e shkelën, na e vun këmbën në fyt. Dhe neve jemi në vend që të bëhemi të gjithë bashkë. Këta që janë këtu që do hanë bukën e këtyne masi mbaroj protesta, masi kjo gjë të sheshohet, këta që do rrinë për një sufllaqe, këta që do rrinë me 800 euro që ratë shtëpiave në prastire, këta zgjedhin të shkojnë për koncerte apo të pinë kafe dhe mos harrojnë trapin fare. Ora të thresin menjës popull budall, bashkohemi me shqiptarë për një qeveri të re, për një mundësi më të re, për diçka që nuk vjen era mut, si ka ardhur tash 36 vjet.